Përshëndetje miq. Të gjithë ju që më keni ndjekur gjatë këtij viti në kanalin tim të YouTube, por dhe në rrjetet sociale. E ndjeva për të bërë këtë video mesazh në këtë fund vit për t'ju falenderuar që më keni ndjekur, më keni mbështetur dhe keni pëlqyer programet e mia, intervistat që unë kam realizuar gjatë këtij viti. Ky vit që po mbyllim për mua në aspektin profesional ka qenë një vit i suksesshëm. Vendosa që këtë vit të hap dhe kanalin tim zyrtar të YouTube dhe të investoj në këtë platformë mediatike. Ndoshta pak vonë, por gjithsesi ishte një iniciativë ose një sugjerim edhe nga miqtë e mi të tjerë artistë që unë duhet të kisha një kanalin tim zyrtar të YouTube. Mbasi investova për pak muaj për të rritur kanalin dhe për këtë dua t'ju falenderoj gjithë ju që jeni abonuar tashmë, por edhe ju që po më ndiqni, ju sugjeroj të abonoheni, të bëni subscribe në kanalin tim personal, sepse do të ndiqni intervista shumë interesante apo edhe programe të ndryshme muzikore dhe artistike. Në muajin shtator nisa me programin tim të parë, apo podcastin tim të parë, duke sjellë dy personazhe shumë të njohur të muzikës shqiptare, Merita Halili dhe Raif Hyseni. Ishte nder dhe kënaqësi që unë të hapja këtë podcast me këto dy artistë dhe miqtë të mi prej gati 30 vitesh. Vjova në muajin tetor në një tjetër personazh, sërish nga fusha e muzikës, një këngëtare e mirëfillt të muzikës popullore, Ludmilla Baballoku. Ndërkohë që pas 2 ditësh do të keni mundësi të ndiqni një tjetër artist shumë të njohur, mbi 45 vite karrierë, deri kombit Bujar Qamile. Deri tani kanë sjellë vetëm këngëtarë të muzikës popullore, por që unë do të vijoj për të sjellë dhe personazhe të artit skenik apo personazhe nga fusha të tjera të artit që kanë një kontribut të çmuar në ruajtjen më së miri të vlerave të mira të artit shqiptar. Kam vendosur vetë që të ruaj një etikë të gazetarisë, qoftë edhe në intervista me këto personazhe, duke mos i ngacmuar shumë tek jeta e tyre private, por duke u fokusuar më tepër tek karriera e tyre artistike, tek ajo se çfarë ato kanë bërë dhe dhënë gjatë karrierës së tyre, sepse mendoj që ky është një mesazh i mirë për gjithë ndjekësit për të ruajtur vlerat më të mira të artit të vërtet shqiptar, të muzikës së vërtet shqiptare. Kuptohet që nuk është e lehtë, sepse tashmë janë hapur shumë kanale YouTube apo dhe shumë podcaste, ku ftohen personazhe të ndryshëm, ku pyeten dhe për jetën private, që për mua nuk është normale, sepse jeta private mbetet private, edhe pse ndoshta interesi i publikut të gjerë është më tepër tek jeta private, por që unë kam ruajtur këtë etikë dhe nuk dua që të bëj skupe apo të nxjerr tituj që të klikohen. Gjithmonë kam ruajtur një marrëdhënie të mirë me artistët, sepse nuk i kam konsideruar thjesht artist apo të intervistuar nga unë, por i kam konsideruar miq. Dhe me të vërtetë jemi miq. Unë kam ftuar ato që i kam miq prej shumë vitesh dhe nuk dua të gaboj apo nuk dua të shfrytëzoj momentin për të nxjerrë gjëra që ndoshta nuk janë në dëshirën e tyre për të publikuar. Prandaj kam ruajtur këtë etikë, këtë anë profesionale të gazetarisë. Dhe ky në fakt është dhe një mesazh për gjithë gazetarët, sidomos të rinj që duan të investojnë të kjo fushë që sot duhet
të edukojmë publikun me gjëra të mira, me art, kulturë, edhe informacion, por jo të sjellim skandale apo gjëra që në fakt nuk janë të mira dhe nuk do na shërbejnë për në vazhdim. Ky video mesazh është edhe për t'ju falenderuar shumë, edhe për t'ju bërë kërkesë që më ndiqni edhe në vitin 2026. Unë sigurisht do të sjell intervista interesante, personazhe interesante të fushës së muzikës popullore, por edhe të artit skenik apo edhe personazhe të fushave të tjera. Kam vendosur që këtë rrugtim ta vijoj tashmë në këtë kanal të YouTube, sepse është ndoshta momenti që unë pas kaq shumë vitesh investim në fushën e gazetarisë të jem më pranë jush, sepse kuptohet, rrjetet sociale apo dhe platforma mediatike e YouTube janë ato që na bëjnë më afër me njëri tjetrin. Përveç kanalit YouTube, ju mund të më ndihni edhe në platformat e tjera sociale, siç është Facebook, Instagram apo dhe TikTok. Uroj që për gjithë shqiptarët, për gjithë bashkëpunëtorët e mi, për gjithë ju që më ndiqni, që të keni mbyllur një vit sa më të mirë, së pari me shëndet, dhe të nisni një vit të ri sa më të mirë. Të jetë viti 2026 një vit plot shëndet për ju, familjen dhe të dashurit tuaj. Një vit me arritje të tjera, me suksese të tjera, dhe padyshim të jemi pranë njëri tjetrit. Sot të farësh dashuri, mirësi, është bekim, është gjëja më e mirë që mund të bëjmë për njëri tjetrin. Pra, ne gjithsecili nga ne bën punën e tij, unë bëj punën time si gazetar, ju keni profesionet e tjera, por ajo që na bashkon është sinqeriteti, mirësia, dashuria që falin tek njëri tjetri. Dhe këtë uroj që ta keni gjatë gjithë vitit 2026. Ne do të takohemi në vitin që vjen me personazhe të tjerë në programin tim, por ju mos harroni, pra ju që nuk e keni bërë ende, të abonoheni në kanalin tim të YouTube me emrin tim Gazmend Agaj, dhe sigurisht që përveç intervistave me artistë, do të ndiqni edhe mesazhe të shkurtra nga artistë e njohur apo edhe këngë të muzikës popullore her pas here për kënaqësinë tuaj. Po e mbyll të video mesazh me urimin gëzuar vitin e ri 2026, qoftë një vit me shëndet, mirësi dhe mbarësi për ju, familjen dhe të dashurit tuaj. Gëzuar.